Policia e Shkodrës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e së njëjtës në lagjen Treherojt, ku fillimisht u raportua për të shtëna me armë zjarri. Disa orë pas incidentit, në njoftimin zyrtar për mediat, policia bëri të ditur arrestimin e 2 personave të moshës së 63 dhe 27 vjeç, të 2 banues në këtë lagje. Sipas hetimeve paraprake, 2 shtetasit fshqinj me njëri tjetrin janë konfliktuar për motive të dobta dhe më pas kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të njëri tjetrit me qëllim kanosjen. Si pasojë të shtënave janë dëmtuar porta e oborrit e banesës së 63 vjeçarit, si dhe një automjet i parkuar brenda oborrit. Gjatë kontrollit në banesën e 63 vjeçarit, shërbimet e policisë kanë sekuestruar një armë zjarri tip Kalashnikov, e cila dyshohet se është përdorur gjatë konfliktit. Ndërkohë në banesën e 27 vjeçarit u gjetën municion luftarak dhe 4 kallëp me lënë të dyshuar të llojit tritol. Në vijim të veprimeve procedurale, policia ka shpallur në kërkim edhe një 26 vjeçar banues në Shkodër, i cili dyshohet se ka qenë i pranishëm gjatë konfliktit, por nuk ka kallëzuar ngjarjen. Policia e Shkodrës bën me dije se vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tij, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të rrethanave të kësaj ngjarjeje.